Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi këtë të hënë së bashku. Fillimisht një herë nga zemra duke ju uruar një ditë të bukur, një ditë me energji të mirë, një ditë pozitive edhe njëkohësisht duke ndarë me ju lajmet dhe ngjarjet më të fundit. Po afrohemi ditës së nesërme. Një televotim i hapur mes Stenaldos dhe Mateos, kok më kok, ka sjellur në shtëpi disa trazira, le ta themi, por edhe kanë marrur banorët me shumë sportivitet. Në fakt, unë prisja që Mateo ta përjeton më keq këtë televotim, por si që duket nuk është ashtu. Mateo e ka marrë me shumë sportivitet, po i shijon ditët brenda shtëpisë së Big Brotherit, po mundohet që të jetë i vetë kontrolluar, do me thënë nuk është se bëhet pjesë e provokimeve të Rogertit, nuk është se bëhet pjesë e lojës së Rogertit, mundohet që të jetë thjesht i qetë. Ndërsa nga ana tjetër kemi Stenaldon, një banor i cili në fakt është duke u trembur shumë rreth këtyre situatave, edhe pse jashtë po përflitet shumë që ai do ta vazhdon lojën ndërsa Mateo do të jetë ai që do largohet, po duke u bazuar në biletën e fatit dhe duke u bazuar në historitë që ndodhin brenda në shtëpinë e Big Brother, unë mendoj që Stenaldo është banori i cili do të largohet në këtë pikë të lojës. Tani Mateo, unë kam pritur që këto ditë të ketë një afrimitet më të madh me Brikenën, por siç duket, Mateo është prekur jashtëzakonisht shumë dhe është lodhur tepër më nga kjo marrëdhënie, nga ky afrimitet, nga kjo ndjenjë që u krijua me Brikenën, dhe mos afrimiteti që Mateo ka me Brikenën nuk është më ai Mateo që tenton ta përkëdhelën, tenton ta puthën, tenton të ri me të. Mateo nuk ri më me Brikenën siç rinte më herët, e ka bërë që Brikena, do me thënë, të gjej atë qetësinë e saj në shtëpi. E prisja që Brikena do ta ndihmonte për lojë, por nuk e shoh që Brikena do ta ndihmon Mateon. Për shembull, ndryshe nga afrimiteti që ka Stenaldo dhe Mali, Mali mundohet që ta ndihmoj Stenaldon. Por në thelb të dy çunat e kanë marrë shumë shtruar këtë televotim, e kanë marrë shumë qetë, nuk është se, do me thënë, janë duke bërë drama, janë duke bërë grindjet më të mëdha për faktin që, do me thënë, të dalin sa më shumë në fokus të publiku, që publiku t'i voton për të qëndruar brenda, do me thënë e kanë marrë shtruar si e cili në çështje të fatit. Tani nga informacionet të cilat kam arritur unë të siguroj deri më tani, do me thënë Stenaldo është banori më i votuar për t'u larguar nga shtëpia e Big Brotherit. Në krahasim me Stenaldon dhe Mateon, unë mendoj që Stenaldo ka më shumë lojë për të dhënë, sepse Stenaldo ka debate, Stenaldo ka diskutime, Stenaldo ka, do me thënë, është natyrë që krijon ngjarje të ndryshme, sidomos me Rogertin, do me thënë është në fokus, është në qendër të vëmendjes, por edhe Mateo mund të krijojë debate, është i Zotit, në qoftë se, do me thënë, ç'fokusohet nga lidhja që është dhe fokusohet te loja. E shoh që Mateo dëshiron të luan, do me thënë edhe natën e mbrëmshme kam vërejtur këtë, gjatë debatit dhe diskutimit që bënte me Selin, me Shëndritin, që Shëndriti në fakt i kërkon që Mateo të ketë një qëndrim të ftohtë, të mbajë qëndrime të ftohta kundërdrejt Brikenës, edhe pse nuk mund ta bën këtë gjën, por i kërkon që të aktivizohet sa më shumë në lojë. Tani në këtë pikë të lojës që jemi, çfarë loje mund të ndryshonte Mateo për qëndrimin në shtëpi apo më gjatë përtej saj, por unë e shoh Mateon brenda në shtëpi, ndërsa më të rrezikuar, ashtu siç edhe statistikat e nxjerrin deri më tani në këtë pikë të lojës, do me thënë më i rrezikuar është Stenaldo. Për mendimin tim, nuk do të thotë që të fitosh çmimin e madh, ke fituar Big Brotherin, jo. Çmimi i madh është një simbolik,
e një trofeu të gjatë që ti realisht mundohesh ta marrësh me qëndrimin tënd në shtëpinë e Big Brotherit dhe me luftrat që ke bërë. Por Big Brotheri fitohet në disa forma. Unë mendoj që Stenaldo ka arritur të merr shumë nga ky Big Brother, ka treguar dimensione të tij që nuk i ka treguar më herët, ka treguar vlera të tij që nuk i ka treguar më herët. Unë realisht doja që fituesi i këtij reality show të ishte Stenaldo, por e shoh që Matteo ka një mbështetje më të madhe, Matteo ka një suport shumë të madh në rrjetet sociale dhe publiku shqiptar akoma presin në fakt diçka nga Matteo dhe nga Brikena. Publiku e duan Matteon dhe unë e kam thënë gjithmonë e kam thënë. Matteo dhe Miri janë dy lojtarë që në të vërtetë nuk kishin nevojë dhe nuk kanë nevojë për lidhje brenda shtëpisë së Big Brotherit. Ato kanë treguar veten e tyre në dimensione të ndryshme, janë strateg, sidomos Matteo është djalë inteligjent, është djalë i mençur, ka debate të qytetarizuara, nuk ka debate të një çuni të rrugës, është ai shembulli që nënat shqiptare do donin ta kishin dhe mendoj që Matteo do të synon edhe për fitore, tek pjesa e fitores jemi pak të dyshimt, sepse unë e pres që produksioni, këtë fitoren, t'ja jep Rogertit. Që të shkojmë në një lloj përfundimi të asaj që fola, Stenaldo nuk është më i fortë se Matteo dhe nuk mund ta mposht realisht Matteo në këtë pikë të lojës, sepse Matteo ka krijuar një ambient krejtësisht tjetër në shtëpi dhe jashta shtëpisë. Stenaldo me aq mundësi sa ka patur ka qenë një lojtar i fuqishëm dhe mendoj që Stenaldo është vetë i mirë kuptuar në vete që unë arrita të jem deri këtu ku jam dhe jam në rregull. Tani le ta them edhe pjesën e biletës së fatit. Unë mendoj që pa marrë parasysh si do të qëndron puna e biletës së fatit, Stenaldo nuk do të preferon që të rikthehet në shtëpi, nuk do të preferon që të bën edhe një herë një lojë, por mendoj të gjithën këtë gjën të cilën e nisi do t'ja lër çështjes së fatit dhe do t'ja lër biletës së fatit. Është një Stenaldo i cili mendoj që ka rumbullaksuar rrugtimin e tij në shtëpinë e Big Brotherit. Do të shohim se çfarë do të ndodhë më konkretisht nesër mbrëma. Do të shohim se çfarë do të sjell ky spektakël, do të shohim se çfarë do të sjell ky Big Brother dhe mendoj që do të jemi jashtëzakonisht të shokuar dhe befasuar nga gjërat që do të ndodhin. Tani, sipas analizës time, më i rrezikuar për shumë arsye në këtë televotim është Stenaldo.